Zoti Agim, e shihni ju se Shtetet e Bashkuara kohët e fundit kundrejt Vučićit po tregohen më rigoroz, më të ashpër, nuk po i fërkojnë krahët? Po, vrehet, sidomos në Amerikë, vrehet shumë për arsye se e kanë kuptuar mas një periudhe shumë gjatë që Vučići as nërmend nuk e ka që t'ja kthen shpinën Rusisë. Ai ka idetë e veta, edhe me ato idetë ai do të përfundon si karrierën e vet politike. Interesi i Vučićit është ai o ka bën çdo përpjekje për çka do të përfitimin Kosovë, që dëshira e tij është sa ai e din që Kosovën si shtet, si territor e kanë humbur. Por dëshira e tij është që të marrë sado pak diçka të mri, ose të merr një pjesë të veriut ose diçka që në historinë e Serbisë thotë, Miloševići, Serbia e humbën Kosovën, por une e ktheva edhe me hyrë në historitë Serbisë. Ai e ka të kota, ato është një ëndër e tij, ajo ka vazhdon. Bota e ka kuptuar si ajo është destruktiv, ajo ka punon keq, ajo ka destabilizon, ajo ka eskalon, jo Kosova. Edhe problemi, derisa perëndimorët, diplomatët edhe amerikanët fillojnë ta zgjidhin, ata unë mendoj se e din, se nuk ka që edhe nuk e din. Por problemin nuk e kanë në Kosovë, e kanë midis Beogradit. Problemin e kanë shumë të madh me Serbinë. Derisa nuk hiqen tipat si Vučići, se edhe po opozita nuk është aq e mirë. Mirë po, kur një Vučić bjen, edhe ata tjerë politikanë që vinë gradualisht duhet ta zbusin qëndrimin e tyre për ndryshe, nëse vazhdojnë kështu me konfrontime me këtu, duhet të kuptojnë që s'kan më arrit asgjë. Prandaj e kanë kuptuar diplomat evropian shumica, se janë disa pro-serb që ata smërziten, ata dojnë edhe Rusin një pjesë diplomatëve evropian. E dojnë Rusin. Ashtu që është, ata se pranojnë agresion në Rusin një pjesë të tyne. Mirë po, ata s'mundesh me kthy. Mirë po, ata që kanë arsye, që janë ashtu e kanë kuptuar që Serbia, veprimet e Serbisë nuk çojnë ka Evropa, çojnë ka Rusia, edhe tash pak a shumë do të vjen Vučići, nuk do të mundet të ulet në dy karrike sikur deri tash, se ky e ka shtyr politikën e Titos, edhe Titoja edhe ka mashtru prendimin, edhe me Rusin, e ka vazhdu punën e vetë, njërën, ati ka pas sukses. Edhe Vučići ti pat sukses një kohë, me të thonë drejten, a kupton? Po i vjen fundi mashtrimeve të Serbisë. Si e vlerësoni ju aleancën apo marrëveshjen midis Shqipërisë, Kosovës edhe Kroacisë, marrëveshje ushtarake midis tyre tre vendeve që ka shqetësuar shumë Vučićin? Duhet me shqetësu Vučićin, kjo është një marrëveshje që e kërkon situatat të cilën e ka krijuar vetë Serbia. Sepse ajo nuk është agresore vetëm ndaj Kosovës. Ajo s'paku i ka bojë Hespari, i ka bërë 4 lufta, tonë e dim. Edhe i ka humb, normalisht, por është në gjendje ajo ka vazhdon politikën agresive, edhe kundër Kroacisë, edhe kundër Bosnjës, edhe kundër Malitzi, edhe kundër Kosovës. Prandaj kjo aleancë e Maqedonisë. Kjo aleancë është aleancë natyrale, edhe është aleancë mbrojtje. Nuk është aleancë agresive me qëllime të okupimit Serbisë. Është aleancë me qëllim edhe me interes të mbrojtjes nga një e keqe, nga një agresor i pamëshirshëm, edhe në këtë moment ende i papërmirësueshëm. Në këtë mes do të dalëm edhe një çik për Dodikun dhe mbështetjen që i jep Vučići, me që folëm për Kroacinë dhe për Bosnjën. Dodiku është për mua ai ka fillu prap ta luajë një lojë dyfisht. Një kohë ka qenë shumë ekstrem, tash ka fillu të afrohet me disa qarqe të Amerikës edhe kështu. Mirë po, unë mendoj se edhe këta Amerikanë që mundën eventualisht, ose edhe Evropianë që mundën me pas përkraje për Dodikun, do të dëshprohen, sepse ai njësoj sikur Vučići edhe Miloševići janë të papërmirësueshëm, a kupton? Vučići e Dodiku i kanë mendimet e njëjta. Pyetja është, a munden me i realizu apo s'munden?
Do të thonë, Dodikun Vučići e ka përdorur për interesat veta, edhe e përdor edhe Matutje për interesa, sepse qëllimi i Serbisë, edhe i Vučićit, edhe i klasës politike të smur të Serbisë, është që ta ndajnë Bosnjën. Ta ndajnë, ta marrin një pjesë Bosnjës, ta marrin një pjesë Kosovës, ta krijojnë Serbinë e madhe, apo që siç po i thojnë ata, bashkimin e popullit serb në mënyrë, por kjo është dëshira aty në për Serbi të madhe, shkurt. Ajo dëshirë ka ra poshtë me humbjen e luftave, por ata ende nuk e kanë qartë dhe më mendor. Kështu që do dikon një personalitet negativ, njësoj si Vučići, edhe herë do kur ai do të shkojë. Në këtë mes, kalojmë tek një çështje mjaft e nxehtë, sepse ndërsa Vučići është i lirë dhe bredh si të doj, ndërsa ish ministri i informacionit, kryeministrit serb që kaloi në gjykatën e Hagës, Miloševićit, është i lirë, luftëtarët e UÇK-s janë në Hagë. Ka një reagim mbar kombëtar edhe në Shtetet e Bashkuara në mbështetje të luftës së drejtë të UÇK-s dhe në mbështetje edhe të akuzuarve në gjyqin e Hagës. Por arsye se lufta e UÇK-s nuk duhet barazohet me çfarëdo lloj veprimi individual. Këta duket se po e dënojnë duke përmendur dhe 180 vjeç, sikur po e dënojnë UÇK-n. Cili është mendimi juaj? Këtu janë dy çështje. Çështja e luftarëve të lirisë që kanë luftuar për liri dhe e UÇK-s që ka luftuar për liri që ka dalë nga populli, që ka dalë në mbrojtje të fëmijëve, të identitetit kombëtar, të nderit, të mbrojtje të ekzistencës kombëtare, që është UÇK-ja, dhe ka elemente individuale për secilin, pa hyrë veç për secilin person aty, ka në cilat unë nuk i di, edhe nuk du për me hynë ato, për arsye se nuk i di mirë po, nëse dikush ka bo krime personale, individuale, ai krim konkret duhet të analizohet dhe të gjykohet. Jo njërë të përgjithshme, prandaj, kjo gjykat është gjykat e pa drejtë. Është gabim katastrofal i klasës politike edhe i të institucioneve të Kosovës kur e kanë votu këtë gjykat. Nuk është dashur në asnjë mënyrë. E para, pse një gjykat vetëm kundër shqiptarëve? Për çka? Pse mos më qenë edhe kundër kriminalëve serb? Pse? Ajo në një. Në dy. Pse të gjykohet një rezistencë për liri me të krahasohet realisht Evropa këtu, të tonë të barazon një kriminal serb i cili e vret një fëmijë me një luftar të UÇK-s i cili e vret një polic të cilin duhet të vrojë sepse ai don t'ja dhunojë ose t'ja vret fëmijën. Çfarë krahasimi është këtu? Evropa ka një problem. Ata janë një anshëm ndaj popullit shqiptar, po gjatë gjithë historisë kanë qenë. Ata i kanë mbyllë syt kur janë bërë gjenocidet ndaj shqiptarëve në vitin 1887 në Nishën për sheve këtu. Edhe ata e kanë në kryt tyne, janë disa elemente pse evropian, të i përfshijë edhe gjykatësat, të i përfshijë edhe prokurorët, ata nuk e kuptojnë luftën për liri. Ata kanë pas luftë me Gjermaninë e këto, ata nuk i kuptojnë çka do me thonë kur ti je ka lufton për liri, kur ti je ka lufton për ekzistencë, kur ti je ka lufton për fëmijën ton, që po vjen një polic me ta vra. A se kuptojnë? Prandaj ata tentojnë që thonë, këta kanë vra polic kanë vra shqiptarë dhe në rregull, njësoj, jo nuk janë njësoj. E para, e dyta, numri i kriminalëve serb që janë gjykuar shumë i vogël në krahasim me krimet e tyre. UÇK-ja s'ka bo krime, në mbrojtjet vet ka vra polic. Ajo është luftë legjitime, luftë për liri. Prandaj aty jam me popullin shqiptar edhe me këtë rezolutën që aprovon kuvend, edhe unë jam që me çdo kusht, ndoshta nuk mundemi me ndikue në rezultatin se si vendimin e gjykatësve, mirë po duhet ta thojmë fjalën tonë se kjo është e padrejtë.
lufta për liri, UÇK-ja, nuk mund të njëllosë, ta them kështu, UÇK-ja si UÇK s'ka më njëllosë, aja ka siguru vendin e vetë në histori. Sikur mos ishte UÇK-ja, na nuk do të kishim lirin. Mirë, po nuk është si s'ka edhe elemente tjerë. UÇK-ja është elementi kryesor, luftarët e lirisë unë gjithmonë i qesën në rand parë. Ata e kanë meritat kryesor, ata që luftojnë për liri, janë kryesor të cilët ta sigurojnë lirin edhe pavarësinë. Mirë po, ekzistojnë edhe forca tjera që kanë ndihmuar atë arritje që kemi pas me bombardimin e Serbisë, ki rezistencën pasore të presidentit Rugova, ki rezistenca tjera gjatë gjithë historisë, ki aktivitetin Gjodi Guardit, Ligës Shqiptaro-Amerikane, po dhe të shumë shqiptaro-amerikanëve tjera, të organizatave tjera që kanë vepruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të arrijet ajo që kemi arrit. Domethënë, lufta janë është drejt, Evropa është gabim. Kjo gjykatë është e gabueshme, kjo është një njollë historike në nderin e Evropës. Mirë po, ne nuk kemi forcë, sepse mënyra që është aprovu kjo gjykatë është shumë e vështirë të zhbëhet, shumë e vështirë. Për shkaqe të votave, për shumë arsye, përndryshe unë jam në anën e luftarëve të lirisë, si luftar të lirisë. Për ato tjerat, kur dikush ka qenë president, për shembull presidenti Thaçi kur ka qenë president, unë e kam kritikuar ato personalisht si president për disa veprime të tij. Por si luftar të lirisë e respektoj. Unë për vete i adhuroj luftarët e lirisë. Bile e di kur ka dalë UÇK-i së pari në komunitet këtu, e me mbledh komuniteti kur dulen UÇK-ja në natë 7 ndikon aty edhe u bën vrasjet e disa mësuesve, ishte pyetja në komunitet kush janë këta. Unë për vete, ishte edhe një përfaqësues se përfaqësoj kjo UÇK në Astrid Huskaj, edhe e sulmon gjithë atë. Këta ndoshta i ka thënë Serbia, këta që po vrojnë policë. Unë i thash dy gjëra, da të mbledhim më se sa dëshiroj të përsërisë, është shumë e rëndësishme. Edhe sikur mos të ekzistonte një UÇK, një luftë. Unë dëshiroj që një fantazmë e UÇK-s të ekziston dikun e cila e vret me policë serb, se bën na ka vrarë Serbia. Në dy. Serbia Kur nuk i vret policët e vet. Serbia i vret fëmijën e vet me alon shfaqjen shqiptarëve që me bë masakra. Po kur gjatë gjithë historisë nuk i ka vrarë as ushtarët as policët, se din çka do të thonë në moralin e ushtrisë dhe të shtetit tyne. Prandaj, ata që vrajshin policët atëherë, janë kohën UÇK, janë kohën Trivat Lirisë, jo të dikush tjetër, a kupton? Prandaj unë do të thonë përfundimisht e admiroj luftën tonë, ka qenë një luftë jashtëzakonisht madhështore, edhe do të mbeten në analet e historisë, i ka arrit qëllimet e veta. Unë e di që organizimi Mirfield s'ka qenë, ka pas kështu e grupe, probleme, gjitha. Por kur e kthyer si tanësi, ka qenë një mrekulli e kombit tonë, edhe u arrit me liri, edhe me pavarësi të Kosovës, kthem mrapa nuk ka. Kosova sot është shumë më e fortë. Kur kemi arrit ta rezistojmë Serbinë me armë të sjellur nga Shqipëria me krah, na tash i kemi forcat tona aty të cilat janë ka përgatitur me ato, nuk ka shansa Serbia që mundet me e okupu prapë Kosovën në asnjë mënyrë, por ndikimet politike, nëse ne kemi lider dobët, mundet me arrit, me pas arritje, sepse po i përdor minoritetin serb për interesat veta. Po, nëse kemi lider të fortë, siç janë presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti, Glauko Njuvca dhe një pjesë e madhe e tyre, ne jemi të sigurt, unë flaj rahat.